cilit ju kam paraqit një numër i madh i problemeve me cilët mendojmë që është dash me u marrë si shoqëni civile. Njëri prej problemeve më të mëdha që ke mendu që trit në Kosovë dhe në Serbi e ballafaqohen është mungesa e lirisë lëvizjes dhe ke mendu që shoqënia civile është dashme me pas një rol më të fuqishëm edhe me kërku më fuqishëm prej institucioneve në Serbi për me i njoftë dokumentat e udhëtimit Kosovës që bariera e lëvizjes në mes të Kosovës edhe Serbisë me u zbut. Në njëjtën kohë ke mendu që shoqënia civile është dashme qenë e fokusume, sidomos shoqënia civile në Serbi është dashme qenë më e fokusume në promovimin në informimin për lirinë e lëvizjes, me u organizu një kampanje përbashkë, e cila kish me informu qytetarët në përgjithësi për gjendjen e lirisë lëvizjes, për shkak se është theksuar që qytetarët në Serbi nuk kanë informatat mjaftueshme se si qëndron gjendja e lirisë lëvizjes për qytetarët e Kosovës. Disa prej qytetarëve të Serbisë nuk e dinë që qytetarët e Kosovës nuk munden me udhëtu në shtetin e Serbisë me dokumentat Kosovës edhe për këtë është po e arsyeshme që shoqënia civile të paraqet problemin ekzistues.